gjoka për ju, si e vlerësoni? Pra nuk ishte besoj tjetër shteg Shqipëria jo për shkak se nuk donte, por për shkak se ndoshta kështu duhet interesonte, krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, në Francën e Gjermani për shembull pati një moment konsulte, një moment diskutimi se a duhet vazhdoj antarësimi ndërkohë që ka një strukturë tjetër siç është OKB-ja. Ju si e keni parë krimin e kësaj strukture? Po, mendoj që Shqipëria natyrisht mirë do t'ishte dhe ashtu siç ka bërë deri tashti, që është antarësuar në bordin e paqes, të lançuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vetë konotacioni i këtij organizmi, bordi i paqes, synon që vende anëtare të këtij bordi t'i japi kontributin e tyre për paqen ndërkombëtare që është në zgrip të cënimeve për shumë arsye, me këto konfliktet rajonale, me luftrat lokale, por edhe me problematikat të ndryshme në zhvillimet globale, kështu që është një vlerësim për Shqipërinë që pranohet të jetë pjesë e një institucioni të tillë që natyrisht do të ketë rrugtimin e vet. Mendoj që këtu duhet pasur kujdes në mënyrë që ky institucion të mos mos bjerë ndesh me organizmat ekzistues ndërkombëtar, mos mbi vendoset mbi to, por përkundrazi të jetë, si thuaç, një instrument që do të përçojë politikat dhe të organizmave ndërkombëtar, siç janë Kombet e Bashkuara apo edhe vetë institucioni i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por nga ana tjetër në këtë rrugtim të antarësimit ka dhe është 3 vjeçare, që është një periudhë, si thuaç, vëzhgimi, maturimi, se çfarë do të bëjë kjo organizat, ky institucion i ri si bordi i paqes, në mënyrë për të parë pastaj rrugtimin e mëtejshëm. Kështu të gjitha këto element duhen marrë në konsiderat, ashtu siç duhet marrë edhe parasysh edhe fondi prej $1 miliard, që nuk është pak për një vend si Shqipëria, për të kontribuar në bordin e paqes. Por, ama kjo na jep mundësinë që të shikojmë periudhën e maturimit të këtij bordi për një periudhë 3 vjeçare dhe pastaj për të parë hapat e mëtejshëm në vazhdim. Por mendoj se është një vlerësim për Shqipërinë, ashtu si dhe për Kosovën, që i ofrohet nga partneriteti strategjik që vendet tona kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të bërë pjesë e një institucioni që duhet të kontribuojë për paqen globale. Qartë. Ndërkohë një pyetje të fundit sa i përket kësaj çështje, në vendin ton patjetër që ka pasur diskutime pro dhe kundër, jo sa i përket antarësimit, por vendosjes së emrit të kryeministrit. Mendoni që është më shumë konsum politik apo ndoshta duhej parë pak më gjërë? Po, normalisht vendi i antarësimit i jepet Shqipërisë, ashtu siç po e cilësojmë dhe ne, vendi i antarësimit. Pra, ofrohet vendi, por vendi ka institucione drejtuese. Dhe në këtë rast, institucioni përfaqësues në një bord të tillë është institucioni i kryeministrit, pra i kreut të ekzekutivit. Kështu që edhe kjo besoj që është pranuar nga klasa politike shqiptare, por ndërkohë që gjatë votimit në parlament pastaj hyn indikacione të tjera aty, por edhe opozita e ka pranuar këtë dhe kështu është vepruar dhe më përpara, kështu që përparësi i jepet vendit, por përfaqësimi aty bëhet nga kreu. Qartë. Mirë, ndërkohë